Faleminderit. Pra si që pat edhe ju gazetarë të nderuar. Sa prezanton fillimisht sepse disa jemi në lidhje direkt edhe na duhet. Rregull. Quhem Endres Avulla, jam nga qyteti i Podujevës, jam student i Fakultetit të Drejtësisë. Sot kam dalë në një protestë patësore e cila e lejon edhe Kushtetuta e Kosovës. Siç e pam edhe më herët, subjektet politike, qoftë pozitare apo opozitarë dhe pozitare, janë të papërgjithshëm ndaj pyetjeve si qytetarë, sepse ata paguhen me taksat tona dhe kanë obligim moral dhe ligjor të përgjigjen në pyetjet e mia ose nga çfarëdo individi. Shpjego pak pse 500.000 euro. Arsyeja pse 500.000 euro është sepse e kalon faktikisht shumë me 500.000 euro, por që moditja cilën 120 deputet në Kuvendin e Kosovës është afër 160 euro. Përkatësisht nëse e kalkulojmë është seanca 27 duke u mbajt, shpresojmë që sot ka me u konstituu Kuvendi, por që duke i marrë parasysh historikun e kësaj ndodhie, gjasat janë shumë minimale, janë shumë të vogla, atëherë shumë përmbi 500.000 euro faktikisht, si që ceka është sepse paguhen 160 euro mëditje dhe është seanca 27. Ju mendoni i kalkuluar që këto mjete janë vetëm për mëditje? Vetëm për mëditje, sepse ata kanë edhe një pagë bazë cila kalon 1.450 euro. A është fyse kjo në raport në qytetare me situatën e tani shumë? Natyrisht është fyse sepse paga mesatare në Kosovë është 350 euro, kurse paga vjetore, hyrat vjetore të cilat një qytetar i sektorit privat ose publik mund të ketë janë 4.300 euro deri në 4.500 euro. Kurse një deputet i cili është në gjendje të përfitojë nga ky rast, sepse nëse kishin qenë aq të interesuar, ishin nënshkruar vetë nuk do ta pranonin mëditjen, kishin thënë jo, ne nuk do të pranojmë mëditje sepse nuk dua të abuzoj me fondet publike dhe se kam një pagë mujore e cila mund të mbështesë nevojat e mia, sepse 1.400 euro dalin jashtëzakonisht në standardin e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Nuk është punë e jotja kjo. Bashkë puna qytetarit është me lyp përgjegjësi prej deputetëve dhe tregoj që potencialisht edhe po kryejnë vepra penale. Deputet. Deputet,